Përshëndetje të dashur miq, në prill të këtij viti, ilustruesja 80 vjeçare kineze Cai Gao fitoi çmimin Hans Christian Andersen gjatë panailit të librit për fëmijë në Bolonjë të Italisë. Kjo është hera e parë që ky çmim jepet për një piktor ilustrues kinez. Goes to Cao Gao from China. Çmimi Hans Christian Andersen, nderimi më i lartë ndërkombëtar për shkrimtarët dhe ilustruesit e letërsis për fëmijë, jepet një herë në 2 vjet për të vlerësuar kontributin e autorëve. Në emisionin e sotëm, le të flasim për gjyshen Cai Gao. Cai Gao ka lindur në vitin 1946 në qytetin Changsha të provincës Hunan në kinën jugqendrore. E rritur në lagjet e lashta por me gjallëri, e zhytur në harmoninë dhe ngrohtësinë e familjes së madhe, jetesa tradicionale kineze e mbushi zemrën e vajzës së vogël me ngjyra të ngrohta. Rrëfimet e gjyshës dhe të prindërve e ushqyen në fëmijëri. Pas dëgjimit të tyre, ajo vizatonte shpesh në mur, madje edhe në muret e dhomës së pritjes. Por të rriturit nuk mërziteshin, përkundrazi i dhuronin lapsa me ngjyra. Në jetë ka jo vetëm dritë dhe bukuri, por edhe hidhërim dhe trishtim. Megjithatë, pikturimi ka qenë në ëndra e Cait. Në vitet e 60 të shekullit të kaluar, Cai Gao e sapo diplomuar në një shkollë pedagogjike, u caktua të jepte mësim në një shkollë fillore në zonat e largët alurare, ku punoi si mësuese e gjuhës kineze. Atë kohë, ajo duhej të merrte përsipër jo vetëm mësimdhënien, por edhe punët bujqësore. Megjithatë, Cai nuk u largua kurrë nga lapsi. Pavionet e çajit përgjatë rrugës, krumbujit e prehut në ara, të moshuarit pranë në shtëpisë, figurat e Budës në tempull, u bën në peizazhe në pikturat e saj. Përvoja e saj e jetës lurare e frymëzoi për krijimin e librave me ilustrime për fëmijë si Bauer, Toka me pjeshkë jashtë botës, Mulan e të tjera. Kam kaluar shumë vështirësi, por ato janë të vlefshme. Shumë periudha të jetës janë metallaze, por pikturimi ka qenë një fill drite për mua kur jam ndjerë e rënë shpirtërisht. Në moshën 36 vjeçe ndodhi kthesa e jetës së Cai Gaos. Ajo përfundoi karrierën e mësimdhënies në fshat dhe u shpërngur në qytetin Changsha për të punuar në një shtëpi botuese për fëmijë. Në pistën e re të jetës, Cai ishte redaktore, por edhe piktore në kohën e lirë. Shumë vepra të saj fituan çmime. Vepra e vitit 1993, Bauer, fitoi çmimin Molla e Art, një çmim i quajtur si Oskari i ilustrimeve, duke shënuar një moment historik për ilustruesit kinez në arenën ndërkombëtare. Libri i saj Bauer, i përpunuar në pas të një tregimi nga vëllimi i dinastisë Qing, rrëfenja të çuditshme nga një studio kineze, tregon historinë e një djali që gjuajti demonin dhirpër dhe shpëtoi nënën me mençurinë dhe krimërinë e vet. Në libër shprehet dashuria e madhe e djalit Bauer për nënën, si edhe kapërcimi i vetvetes prej një fëmije të vogël. Edhe ngjyra është një tjetër mënyrë shprehje e Cait. Në librin Bauer, ajo përdor ngjyrën e kuqe dhe të zezë për të krijuar një atmosferë të fortë ankthi që të tërheqë fort vëmendjen e fëmijëve dhe të transmetojë shpirtin e gëzimshëm të kinezëve. Ndryshe nga ngjyra e zezë e syve të kinezëve, ndonjëherë Bauer ka sy të qartëra. Kur zemra jote është e pastër sa ujë, do të perceptosh të vërtetën. Veçanërisht një fëmijë mund të dallojë menjëherë kush është demon dhe kush jo. Fëmijët janë shumë të aftë, për ata s'ka mundësi të shprehen ashtu si të rriturit. Prandaj doja të ngjyrosja sytë e djalit në të kaltër. Në këtë mënyrë, Cai Gao u tregon lezuesve se fëmijët janë më perceptues. Fëmijët janë shumë të thjeshtë, se ata e shikojnë malin vetëm si mal. Kurse të rriturit duhet të harxojnë të rjetën për të kthyer në gjendjen kur e shikonin malin si mal dhe ujin si ujë,
për të kthyer në kthjellësi. Të dashur miq, cili libër I gjyshjes Haigao ju pëlqen më shumë? Ma thoni te komentet.